lumshin duart sot se kam përgatitur një super recetë që ma ka mësuar gjyshja ime e dashur, me gjethet e lakrës, i mbush me mish dhe oriz, i vendosim i zjem të gjitha bashk dhe pastaj kemi gati, i shoqëroj me pak kos sipër, pak borzilok të thatë dhe dalin fantastike. Gjyshja ime është fanësia ime numër 1, i shikon të gjitha videot e mia, që do thot po e shikon tek këtë video tani, gjej rastin ta përshëndes shumë nane dhe shumë faleminderit për rekomandimin e recetës së sotme. Unë jam rritur në një shtëpi me gjyshrit dhe me recetat e nanës time. E tani që kam 5 vite që jetoj jashtë Shqipëria, më merr malli shpesh për gatimet e gjyshes. Po them shqyqyr që më jepet për gatuar, se kur dua të gatuaj diçka e përgatis vet, edhe pse e di që nuk kam për ta bërë asnjëherë siç e bën gjyshja ime, se duart e gjyshes time bëjnë mrekullira. Edhe pasioni im për gatimin aty ka filluar, duke parë gjyshin që gatuante në kuzhinë, kisha dhe unë shumë qef edhe kisha interes të mësoja dhe unë. Pasi ja heqim kërcellin gjethes, e mbushim me mbushen ton dhe palosim në këtë mënyrë. Kështu do vazhdojmë me gjithë gjethet e lakrës derisa ti kemi përfunduar të gjitha dhe i shtrojmë në një tepsi një nga një. Me qëra fjala shumë për jush që i shikoni këto videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem? Pasi ti kemi shtruar të gjitha në tenxhere, do t'i mbulojmë me këtë lëngun dhe pastaj i vendosim në një tenxhere presioni për 30 minuta. Pas 30 minutash ato janë gati dhe kanë dalë o zot sa të mira. Ju mund t'i konsumoni direkt kështu siç janë sepse janë gati, por un kam shumë qejf të shoqëroj edhe me kos sipër se mbesoni dalin shumë të mira. Si herë e parë që provova t'i bëj vet, dolën shumë të mira, por të gjyshes time janë akoma më të mira. Faleminderit shumë që ndoqët të video, mos harroni të bëni like, shkruani në komente çfarë të përgatis në videon e radhës. Ciao.